Sot do të eksplorojmë historinë magjepsëse dhe pak të njohur të alfabetizimit në mesjet, një periudhë që transformoi thellësisht mënyrën se si njerëzimi mësoi të lexonte dhe të shkruante. Përpara se të vazhdoni me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Imagjinoni një fëmijë të ulur në një bank guri, në brendësi të një manastiri evropian, më shumë se 1000 vjet më parë. Drita e dobët e diellit hyn përmes një dritareje të ngushtë dhe ndriçon një tabelë të vogël druri që ai mban midis duarve. Të gdhendura në atë sipërfaqe rurale, shkronjat e alfabetit shfaqen para syve të tij kurioz. Fëmia nuk e di, por po merr pjesë në një revolucion të heshtur, një transformim që do të ndryshonte përgjithmonë marrëdhënien midis qenies njerëzore dhe fjalës së shkruar. Historia që shpaloset nga ky moment është më e pasur dhe më befasuese se sa mund të supozohej. Dhe ajo fillon shumë përpara mesjetës, në një botë antike ku të mësuarit për të lexuar ishte një akt qendrese e pastër kundër vështirësisë. Për të kuptuar se çfarë ndryshoi gjatë periudhës mesjetare, duhet fillimisht të shohim pas drejt qytetërimeve që shpikën metodat e para të mësimit të leximit. Në Greqinë e lashtë, djepi i alfabetit perëndimor, procesi i alfabetizimit ishte i ngadaltë, i mundimshëm dhe thellësisht mekanik. Fëmijët grek nisnin rrugëtimin e tyre me memorizimin e emrave të 24 shkronjave të alfabetit. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Çdo emër duhej mësuar përmendësh në sekuencën e duhur dhe, më pas, mbrapsht. Vetëm pasi zotëronte emrat, fëmijës i paraqiteshin format grafike, fillimisht shkronjat e mëdha dhe pastaj ato të vogla. Detyra pasuese konsistonte në shoqërimin e çdo tingulli të memorizuar më parë me përfaqësimin e tij vizual. Ishte një proces i fragmentuar që ndante tingullin nga forma, formën nga kuptimi dhe kuptimin nga kuptueshmëria. Metoda njihej si gërmëzim dhe zgjati për shekuj. Nxënësi mësonte përmendësh emrat e shkronjave, pastaj i kombinonte këto shkronja në rrokje dhe, në fund, përpiqej të bashkonte rrokjet në fjalë. Ky varg mekanik formonte lexues që mund të deshifronin shkronjat një nga një, por që mezi arrinin të kuptonin tekstin si një të tërë. Leximi që rezultonte ishte i ngadaltë, i dhimbshëm, pothuajse i papajtueshëm me kërkimin e kuptimit. Kjo metodë u trashëgua nga romakët, të cilët e adoptuan pa modifikime. Latinishtja zëvendësoi greqishten si gjuhë udhëzimi, por mekanika e mësimdhënies mbeti e njëjtë. Dhe kështu vazhdoi gjatë gjithë antikitetit, më shumë se 1000 vjet gjatë të cilëve njerëzimi u mësoi fëmijëve të tij të lexonin në të njëjtën mënyrë. Është në këtë pikë që historia merr një kthes të papritur. Sepse ishte pikërisht gjatë asaj periudhe që shumë e konsiderojnë si një epokë të errësirës intelektuale, mesjeta, kur lindi një nga transformimet më të rëndësishme në historinë e edukimit. Ideja se rënja e perandorisë romake të perëndimit në vitin 476 e zhyti Evropën në shekuj i ignorancë dhe prapambetjeje është një nga mitet më këmbëngulëse të historiografisë popullore. Kërkimi bashkëkohor ka dëshmuar, me prova gjithnjë më solide, se qytetërimi mesjetar ishte përgjegjës për përparime të rëndësishme në fusha të ndryshme të njohurive, dhe alfabetizimi ishte një prej tyre. Ajo që ndodhi gjatë shekujve mesjetar nuk ishte një shuarje intelektuale, por një riorganizim i thellë i dijes, i udhëhequr nga institucione të reja, metoda të reja dhe protagonistë të rinj. Ndryshimi i parë i madh ka të bëjë me vetë metodën e mësimit të leximit. Në një moment gjatë shekujve të parë të mesjetës, edukatorët e lidhur me Kishën Katolike filluan të vënë në dyshim efikasitetin e gërmëzimit të trashëguar nga antikiteti. Nuk dihet saktësisht se kur ose ku ndodhi kjo shkëputje, por regjistrimet historike tregojnë për shfaqjen e një mjeti mësimor që përfaqësonte një qasje rrënjësisht të ndryshme. Tabela druri me shkronjat e alfabetit të gdhendura në sipërfaqen e tyre filluan të qarkullonin në mjediset edukative të Evropës mesjetare. Këto tabela ishin të vogla, të lëvizshme dhe të konceptuara për t'u përdorur nga fëmijët në mënyrë lozonjare. Shpesh, ato lidheshin me një litar në brez ose në qafë të nxënësve të vegjël, të cilët i mbanin me vete gjatë gjithë ditës sikur të ishin një lodër. Ndryshimi në lidhje me metodën e vjetër ishte themelor. Në vend që të mësonte përmendësh emra abstrakt shkronjash, fëmia ndërvepronte fizikisht me simbolet, duke i prekur ato, duke i njohur në kontekste të ndryshme, duke u familiarizuar me format e tyre në mënyrë graduale dhe natyrale. Alfabetizimi pushonte së qeni një ushtrim i memorizimit mekanik për të shndërruar në një lloj loje, një lojë që integronte mësimin në përditshmërinë fëmijërore.
Këto tabela përfaqësonin atë që ekzistonte më afër në atë kohë me abetaret që do të shfaqeshin vetëm shumë shekuj më vonë. Ato ishin, në thelb, një pararendës i materialit didaktik modern, një mjet i menduar posaçërisht për të lehtësuar mësimin e fëmijëve. Inkorporimi i shkronjave në universin fëmijëror ndodhte në formë progresive dhe konstante, pa presionin e përsëritjeve raskapitëse që karakterizonin metodën e vjetër. Ishte një përparim i jashtëzakonshëm, i lindur nga një ndjeshmëri pedagogjike që rrallëherë u atribuohet njerëzve të mesjetës. Megjithatë, si çdo inovacion, kjo metodë e re përballej me pengesa të konsiderueshme. Dhe më e madhja prej tyre ishte gjuha në të cilën mësoi. Latinishtja ishte konsoliduar përgjatë shekujve si gjuha universale e kulturës dhe e dijes në Evropën perëndimore. Ishte gjuha e kishës, e teologjisë, e filozofisë, e së drejtës dhe e diplomacisë. Të gjitha tekstet e rëndësishme shkruheshin në latinisht dhe ishte në këtë gjuhë që fëmijët mesjetarë mësonin të lexonin. Problemi ishte se latinishtja, për shumicën dërmuese të popullsisë evropiane, ishte një gjuhë e huaj. Familjet fshatare të Francës flisnin dialekte që do t'i jepnin origjinë frëngjishtes moderne. Në gadishullin iberik, gjuhët që do të evoluonin në portugalisht, kastilianisht dhe katalanisht kishin filluar të diferencoheshin. Në Angli, anglishtja e vjetër përzihej me ndikime nordike dhe normane. Në çdo rajon të Evropës, gjuha e folur në jetën e përditshme ishte e ndryshme nga ajo që mësohej në shkolla dhe manastire. Për një fëmijë që rritej duke dëgjuar dhe folur një gjuhë rajonale, të alfabetizohej në latinisht ishte si të mësonte të lexonte në një gjuhë krejtësisht të panjohur. Kjo barierë gjuhësore krijonte, në mënyrë të pashmangshme, mosinteresim dhe frustrim. Shumë fëmijë e braktisnin mësimin përpara se të arrinin ndonjë nivel proficience. Distanca midis gjuhës së kulturuar dhe gjuhës së përditshme ishte një humner që pak njerëz mund ta kapërcenin dhe që kufizonte rënd shtrirjen e alfabetizimit mesjetar. Por kjo nuk ishte bariera e vetme. Për të kuptuar pse shumica dërmuese e popullsisë evropiane mbeti analfabete gjatë gjithë mesjetës, duhet ekzaminuar struktura sociale që përcaktonte se kush kishte dhe kush nuk kishte qasje në edukim. Dhe për këtë është e nevojshme të hyjmë në universin që më shumë se çdo tjetër modeloi jetën intelektuale të perëndimit mesjetar, universin e manastireve. Manastiret ishin, gjatë pjesës më të madhe të mesjetës, qendrat e vetme të edukimit formal në Evropë. Ishin komunitete fetare të organizuara sipas rregullave të rrepta, ku murgjit dhe murgeshat ia kushtonin jetën e tyre lutjes, punës manuale dhe studimit. Manastiri i parë i madh i Evropës perëndimore u themelua nga Shën Benedikti i Nursisë në Monte Cassino, në Itali, rreth vitit 529. Që prej asaj kohe, manastiret benediktine u përhapën në të gjithë kontinentin, duke u bërë shtylla të vërteta të qytetërimit mesjetar. Brenda këtyre komuniteteve, dia kultivohej me një përkushtim që ishte sa intelektual aq edhe shpirtëror. Të mësuarit për të lexuar dhe shkruar ishte, për murgjit, një formë e shërbimit ndaj Perëndisë, një mënyrë për të ruajtur dhe transmetuar fjalën e tij. Dhe ishte në manastire ku lindi një nga praktikat më të jashtëzakonshme të historisë kulturore të Perëndimit, kopimi i librave me dorë. Në një dhomë të veçantë të quajtur skriptorium, e ndodhur në brendësi të manastireve, murgjit kopist i kushtonin orë të tëra pune të imtësishme riprodhimit të teksteve. Skriptoriumi ishte përgjithsisht një sallë e gjerë, me dritare të mëdha për të shfrytëzuar dritën natyrale, pasi shkrimi në dritën e qirinjve ishte shumë i rrezikshëm. Një flak e pakontrolluar mund të shkatëronte dorëshkrimet që kishin kërkuar muaj për t'u përfunduar. Kopistët përdornin pupla pate të prera me kujdes, të zhytura në bojra të përgatitura në mënyrë artizanale. Mbështetja e shkrimit ishte pergamena, e bërë nga lëkura e qengjit, dhis ose deles, e trajtuar dhe e lëmuar me gur shtufi derisa të arrinte një sipërfaqe të lëmuar. Procesi i kopimit ishte i ngadaltë dhe kërkonte përqendrim absolut. Një libër i vetëm mund të kërkonte muaj për t'u plotësuar. Shumë dorëshkrime ishin të zbukuruara me iluminura, piktura delikate që dekoronin faqet me një pasuri vizuale mbresëlënëse. Termi iluminur rrjedh nga latinishtja illuminare dhe i referohet përdorimit të fletëve të arit që i bënin faqet të shkëlqenin kur drita binte mbi to ngjyrat me reshin nga burime natyrore, pigmente të nxjerra nga bimët, mineralet dhe madje edhe insektet. Brenda zinxhirit të prodhimit të skriptoriumit, murgjë të ndryshëm kryenin funksione specifike: kopisti, përgjegjës për shkrimin e tekstit, rubrikuesi, i ngarkuar me shkronjat kapitale të zbukuruara, dhe iluminatori, i cili krijonte ilustrimet.
E gjithë kjo punë koordinohej nga bibliotekari, i cili vendoste se cilat tekste do të kopioheshin. Rëndësia e kësaj pune për ruajtjen e njohurive njerëzore është e vështirë të teprohet. Pa murgjit kopist, një pjesë e mirë e letërsisë greke dhe latine do të ishte zhdukur përgjithmonë. Ishin ata që kopjuan dhe ruajtën veprat e Aristotelit, të Platonit, të Ciceronit, të Virgjilit dhe të shumë autorëve të tjerë, shkrimet origjinale të cilëve u humbën. Ishin ata që shumë fishuan kopjet e teksteve të shenjta, duke garantuar transmetimin e traditës kristiane. Dhe ishin ata që, duke dekoruar këto tekste me iluminura, krijuan një nga format më të rafinuara të artit në histori. Kjo përditshmëri e punës së heshtur dhe të devotshme u portretizua shkëlqyeshëm në romanin Emri i Trëndafilit, i shkrimtarit italian Umberto Eco, dhe në përshtatjen e tij të mëvonshme kinematografike. Vepra e transporton lexuesin në brendësi të një abatësie benediktine të shekullit Xhiv, ku një bibliotekë labirintike dhe dorëshkrimet e saj të çmuara zën qendrën e një intrige që përzihen misterin, filozofinë dhe historinë. Sidoqoftë, e njëjta strukturë që lejoi ruajtjen e njohurive, krijoi gjithashtu një monopol mbi to manastiret ishin praktikisht vendet e vetme ku ekzistonin librat, dhe kleri ishte praktikisht I vetmi grup social që dinte të lexonte. Prodhimi I një dorëshkrimi të vetëm kërkonte aq shumë kohë, punë dhe burime, saqë librat ishin objekte jashtëzakonisht të rralla dhe të vlefshme. Të zotëroje një libër ishte një privilegj I rezervuar për kishën dhe, në raste shumë të rralla, për fisnikërinë më të lartë. Për shumicën dërmuese të popullsisë, përfshirë fshatarët, zejtarët dhe madje edhe shumë anëtar të aristokracisë, bota e fjalës së shkruar mbetej plotësisht e parritshme. Arsyeja për këtë përjashtim shkonte përtej thjesht mungesës së librave. Struktura sociale e mesjetës përcaktonte, me saktësi pothuajse matematikore, se kush do të kishte qasje në edukim dhe kush jo. Qendrat edukative ishin institucione katolike dhe hyrja në to ishte e kushtëzuar, në praktik, nga vendimi për të ndjekur jetën fetare. Rregullat e trashëgimisë së fisnikërisë luanin një rol vendimtar në këtë proces. Në shumicën e mbretërive evropiane, titulli I fisnikërisë dhe pasuritë e një familje I kaloheshin ekskluzivisht djalit më të madh, duke ndjekur parimin e pasardhësit të parë, morgadio. Vëllezërit më të vegjël mbeteshin pa toka, pa titull dhe pa perspektiva të përcaktuara. U mbeteshin dy opsione, të kërkonin fatin si kalorës shëtitës duke ofruar shërbimet e tyre ushtarake zotërinjve të ndryshëm, ose të hynin në jetën fetare, ku do të gjenin stre, ushqim dhe, si pasojë, edukim. Për gratë e fisnikërisë, situata ishte po aq kufizuese. Martesa kërkonte pagesën e një dote për burrin e ardhshëm, një kosto që shumë familje mund ta përballonin vetëm një herë. Kështu, ishte e zakonshme që vetëm vajza më e madhe të destinohej për martesë, ndërsa motrat më të vogla dërgoheshin në konvente, ku do të merrnin vellon e murgeshës. Jeta kishtare ishte, pra, për shumë anëtar të fisnikërisë, jo një vokacion, por një imponim I rrethanave ekonomike dhe sociale. Dhe ishte brenda mureve të manastireve dhe konventeve ku këta njerëz gjenin të vetmen mundësi reale për të mësuar të lexonin dhe të shkruanin. Për fshatarët që përbënin shumicën e madhe të popullsisë, as kjo rrugë nuk ishte e disponueshme. Të lidhur me tokën nga sistemi feudal, pa burime dhe pa lëvizshmëri sociale, fshatarët jetonin dhe vdisnin pa pasur kur kontakt me fjalën e shkruar. Analfabetizmi ishte norma, jo përjashtimi. Edhe midis niveleve më të larta të hierarkisë sociale, alfabetizimi ishte larg të qenit universal. Ekzistojnë regjistrime historike që zbulojnë një të dhënë befasuese, madje edhe në kalimin drejt kohës moderne, kur shtetet e parakombëtare filluan të formoheshin, disa mbretër ishin analfabet. Këta monark mbanin biblioteka jo sepse dinin të lexonin, por sepse vëllimet përfaqësonin fuqi dhe prestigj. Dhe është në këtë kontekst që rëndësia e iluminurave bëhet edhe më e dukshme. Në një botë ku shumica e njerëzve nuk dinin të lexonin, imazhet ishin mjeti kryesor I komunikimit. Ilustrimet në dorëshkrime nuk ishin thjesht zbukurim, ishin mjetet e transmetimit të njohurive, mesazhe vizuale që mund të kuptoheshin nga një publik shumë më I gjerë se sa ai I fjalëve të shkruara. Iluminurat tregonin histori biblike, përfaqësonin skena të përditshmërisë, ilustronin koncepte teologjike dhe morale. Ishin gjuha universale e një epoke në të cilën shkrimi ishte privilegj I pak njerëzve. Ky panoram filloi të ndryshonte në mënyrë domethënëse në shekullin Xhiv, kur një shpikje do të ndryshonte përgjithmonë historinë e njerëzimit.
Rreth vitit 1455, në qytetin gjerman të Mainzit, një argjendar i quajtur Johannes Gutenberg përfundoi zhvillimin e shtypshkronjës me tufa të lëvizshme. Ajo që ai krijoi ishte një sistem që kombinonte shkronja metalike të ripërdorshme me një shtypse mekanike dhe një bojë speciale me bazë vaji, duke bërë të mundur prodhimin e kopjeve të shumta të një teksti me një shpejtësi që asnjë kopist nuk mund ta barazonte. Projekti i tij i parë i madh ishte shtypja e një biblie në latinisht, e njohur si Biblia me 42 rreshta, e konsideruar deri më sot si një nga arritjet më të mëdha të tipografisë. Ndikimi i shtypshkronjës ishte i jashtëzakonshëm. Kostoja e prodhimit të librave ra ndjeshëm. Ajo që dikur kërkonte muaj pune manuale, tani mund të realizojë në një pjesë të vogël të kohës. Librat që dikur ishin të rrallë dhe të paritshëm filluan të qarkullonin në sasi gjithnjë e më të mëdha. Pasoja ishte një rritje e ndjeshme e numrit të lexuesve dhe një kërkesë në rritje për alfabetizim. Për herë të parë, të mësuarit për të lexuar pushonte se qeni një nevojë e kufizuar për klerin për t'u bërë një aspirat dhe sektorëve gjithnjë e më të gjerë të shoqërisë. Shtypshkronja kishte thyer monopolin që kisha mbante mbi librin. Me rritjen e kërkesës për alfabetizim, metoda të reja të mësimdhënies filluan të shfaqen, të nxitura nga mundësitë që ofronte shtypshkronja. Një nga reflektimet e para të kësaj epoke të re ishte shfaqja e manualeve kushtuar mësimit të shkrimit. Në vitin 1522, një kopist dhe stilist i shkronjave italian i quajtur Ludovico Vicentino degli Arrighi publikoi në Rom një vëllim të vogël prej 32 faqesh me titull La Operina. Ajo broshur modeste ishte, në fakt, një moment historik, manuali i parë praktik i kaligrafisë i botuar ndonjëherë. Arrighi, i cili punonte si shkrues në Kancelarinë Apostolike të Vatikanit, ia kushtoi La Operina në mësimit të shkrimit Cancellaresta, stilit të kaligrafisë së përdorur në dokumentet zyrtare të Selisë së Shenjtë, i cili do të bëhej i njohur si shkrimi italik. Manuali përbëhej nga faqe të shtypura nga ksilografi, gdhendje në dru, të krijuara nga artisti Ugo da Carpi, duke riprodhuar me besnikëri tiparet kaligrafike të Arrighit. Ishte një mjet i menduar për të mësuar artin e shkrimit një publiku të gjerë, pa nevojën e udhëzimit të drejtpërdrejt nga një mjeshtër kaligraf. La Operina u bë një model për manuale të panumërta kaligrafie që pasuan në shekujt e ardhshëm, dhe shkrimi italik që ai mësonte vazhdon të praktikohet dhe të studiohet edhe sot. Më shumë se një shekull më vonë, një tjetër mendimtar do ta çonte inovacionin pedagogjik në një nivel edhe më të lartë. Jan Amos Komenski, i njohur më mirë me emrin e latinizuar Comenius, ishte një edukator dhe teolog i lindur në Moravi, në Republikën Çeke të sotme, në vitin 1592. Comenius jetoi në një Evropë të shtyra nga luftrat fetare dhe konfliktet politike, por ja kushtoi jetën e tij kërkimit të një edukimi universal dhe paqëtues. Në vitin 1658, ai publikoi në Nurembergun e Gjermanisë një vepër që do të revolucionarizonte mësimin e fëmijëve, Orbis Sensualium Pictus, ose Bota e ndjeshme në figura. Ishte libri i parë didaktik i përdorur gjerësisht që kombinonte tekstet me ilustrimet, një koncept që sot na duket i qartë, por që në atë kohë përfaqësonte një shkëputje të plotë nga tradita pedagogjike në fuqi. Orbis Pictus përmbante 150 ilustrime të shoqëruara me tekste të thjeshta në latinisht dhe gjermanisht, duke mbuluar një gamë enciklopedike temash, kafsh, bim, elemente të natyrës, aktivitete njerëzore, zanate, zakone dhe koncepte fetare. Çdo imazh shoqërohej me shkronja dhe numra që e lidhnin atë me tekstin përkatës, duke krijuar një marrëdhënie të drejtpërdrejtë midis vizuales dhe verbales. Metoda e Comeniusit nisej nga një parim themelor: mësimdhënia duhet të respektojë natyrën e fëmijës dhe të angazhojë shisat e tij. Memorizimi mekanik duhet t'i lëshonte vendin një mësimi aktiv, të bazuar në vëzhgimin dhe përvojën. Orbis Pictus ishte materializimi i kësaj filozofie, një libër që ftonte fëmijën të eksploronte botën përmes imazheve, duke shoqëruar çdo fjalë me një përfaqësim vizual që i jepte kuptim. Vepra u përkthye në më shumë se 26 gjuhë dhe u botua në më shumë se 200 edicione gjatë 3 shekujve pasues. Në rajonet e Gjermanisë të shkatëruara nga lufta 30 vjeçare, nënat u mësuan fëmijëve të tyre të lexonin duke përdorur faqet e tij. Shfaqja e këtyre metodave dhe materialeve të reja të mësimdhënies ishte e pandashme nga një transformim kulturor më i gjerë në Evropë. Një nga dimensionet e tij më të rëndësishme ishte ngritja e gjuhëve kombëtare në dëm të latinishtes. Gjatë gjithë mesjetës, latinishtja kishte funksionuar si lingua franca e botës intelektuale.
Të gjitha tekstet akademike, teologjike dhe juridike hartoheshin në latinisht dhe leksionet në universitete jepeshin në këtë gjuhë. Latinishtja garantonte komunikimin midis studiuesve të rajoneve të ndryshme, por në të njëjtën kohë krijonte një barierë midis kulturës së shkolluar dhe popullsisë në përgjithësi. Kjo barierë filloi të thyej gradualisht gjatë shekujve GV dhe GVI, teksa shkrimtarët filluan të prodhonin vepra në gjuhët e tyre amtare. Një moment veçanërisht simbolik i këtij tranzicioni ndodhi në shekullin GVI, kur filozofi francez René Descartes vendosi të shkruante diskursin mbi metodën në frëngjisht dhe jo në latinisht. I botuar në vitin 1637 në Holand, diskursi propozonte një metodë të re për të udhëhequr mendimin racional. Por po aq i rëndësishëm sa përmbajtja filozofike e veprës ishte gjesti kulturor që ajo përfaqësonte. Duke shkruar në frëngjisht, Descartes pohonte se njohuria nuk duhet të ishte ekskluzive e doktorëve që zotëronin latinishten, por e aksesueshme për të gjithë individët e pajisur me arsye. Gjesti u ndoq nga mendimtar të tjerë dhe përgjatë shekujve pasues, gjuhët kombëtare zëvendësuan latinishten si mjete të prodhimit intelektual. Ky ndryshim gjuhësor krijoi kushtet për një zgjerim të paprecedent të publikut lexues. Kur librat filluan të shkruheshin në gjuhët që njerëzit flisnin, leximi pushoi së qeni një ushtrim përkthimi për të bërë komunikim i drejtë për drejtë. Me më shumë njerëz që lexonin, kërkesa për edukim u rri. Shkollat filluan të diversifikoheshin. Në shekullin GI, universitetet e paraevropiane kishin lindur në Bolognë, Paris dhe Oxford, duke e sjellë mësimdhënien përtej mureve të manastireve. Kurrikula ndahej në 2 cikle, trivium që përfshinte gramatikën, retorikën dhe logjikën dhe quadrivium që përfshinte aritmetikën, gjeometrinë, muzikën dhe astronominë. Edhe pse mësimdhënia vazhdonte në latinisht dhe ndikimi i kishës mbeti i fortë, universitetet përfaqësonin një hapësirë të re për debatin dhe sistemimin e njohurive. Por revolucioni i vërtet në edukim do të vinte i nxitur nga idealet e iluminizmit dhe nga revolucioni francez. Lëvizja iluministe e shekullit XVII e vendosi arsyen njerëzore në qendër të gjitha çështjeve dhe mbrojti edukimin si mjet emancipimi. Mendimtarë si Voltaire, Rousseau dhe Diderot argumentonin se njohuria duhet të ishte e drejtë e të gjithë qytetarëve. Kur revolucioni francez shpërtheu në vitin 1789, një nga flamujt e parë të ngritur ishte e drejta për edukim publik, falas dhe të ofruar nga shteti. Në Angli, liberalizmi i caktonte edukimit rolin e barazuesit të mundësive, mjetin e aftë për të lejuar që individët nga origjina të thjeshta të arrinin pozita të rëndësishme përmes meritës së tyre. Këto ide ishin rezultati i një procesi shekullor dhe jo të gjitha vendet e Evropës e ndoqën këtë proces me të njëjtin ritëm. Portugalia, për shembull, ende mbante gjurmë të thella të mentalitetit mesjetar kur lundërtarët e saj mbërritën në Brazil në vitin 1500. Vendi ndodhej me një këmbë në mesjet dhe me tjetrën duke përparuar drejt modernitetit. Mësimdhënia në Portugali mbeti nën kontrollin pothuajse absolut të kishës për shumë më tepër kohë se sa në kombet e tjera evropiane. Reformat arsimore do të merrnin hovë vetëm në shekullin XVII me masat e Markezit të Pombalit, i cili e transferoi kontrollin e mësimdhënies nga jezuitët tek shteti. Por këto ndryshime erdhën shumë vonë për të ndikuar në kolonizimin e Brazilit, i cili gjatë shekujve të tij të parë u modelua nga një mentalitet ku edukimi ishte privilegj i shumë pak njerëzve. Duke parë pas, vërehet se historia e alfabetizimit është gjithashtu historia e barierave që penguan qasjen në dije dhe e përpjekjeve që u bën për t'i rrëzuar ato. Në antikitet, bariera ishte metoda, një sistem mësimdhënieje aq mekanik dhe i thatë saqë e shndërronte leximin në një mundim. Në mesjet, barierat u shumë fishuan, latinishtja si gjuhë udhëzimi, mungesa e librave, monopoli i kishës mbi edukimin, struktura sociale që dënonte shumicën e popullsisë me analfabetizëm. Shpikja e shtypshkronjës rrëzoi disa nga këto bariera, por jo të gjitha. Ngritja e gjuhëve kombëtare hapi rrugën për një publik lexues më të gjerë, por qasja universale në edukim u bë e mundur vetëm kur shtetet moderne morën përsipër përgjegjësinë për të garantuar këtë të drejtë. Çdo etapë e këtij rrugëtimi u shënua nga figura, kontributi i të cilave meriton të kujtohet. Mulgjit kopist anonim që në skriptoriumet e tyre të heshtura ruajtën trashëgimin intelektuale të njerëzimit. Ludovico Arrighi, i cili e shndërroi artin e shkrimit në dije të ndashme. Johannes Gutenberg, shpikja e të cilit shumë fishoi fjalët sikur më parë. Comenius, i cili guxoi të vendoste imazhe në librat e fëmijëve sepse besonte se të mësuarit duhet të ishte një gëzim.
René Descartes, i cili shkroi në frëngjisht sepse besonte se arsyeja u përkiste të gjithëve. Historia e alfabetizimit në mesjet na zbulon se shekujt e ashtu quajtur të erët ishin, në fakt, një periudhë mbirjeje të ngadaltë por vendimtare. Farat e mbjella në manastire, në tabelat e alfabetit të varura në qafën e fëmijëve, në skriptoriumet e ndriçuara nga drita e diellit, në librat e parë të shtypur të Gutenbergut, në faqet e ilustruara të Comeniusit. Të gjitha këto fara lulëzuan në shekujt pasues, duke i dhënë origjinë botës së shkolluar në të cilën jetojmë sot. Është një histori që na kujton se përparimi rrallëherë ndjek një vijë të drejtë dhe se njohuria, sapo ndizet, nuk fiket kurrë plotësisht. Nëse ky rrugëtim në përshtigjet e fjalës së shkruar zgjoi kuriozitetin tuaj dhe preku diçka brenda jush, keni parasysh se ky kanal ekziston për të nxjerrë në dritë histori si kjo, rrëfime që mbeten të harruara mes faqeve të kohës dhe që meritojnë të tregohen. Regjistrohuni, lini komentin tuaj duke ndarë atë që ju tërhoqi më shumë vëmendjen dhe ndihmoni këtë përmbajtje të arrijë të më shumë njerëz të cilët, ashtu si mulgjit kopistë të dikurshëm, besojnë se njohuria është diçka që meriton të ruhet dhe të ndahet. Çdo pëlqim, çdo regjistrim, çdo koment është si një kopje e re e një dorëshkrimi, një mënyrë për të garantuar që këto histori të vazhdojnë të jetojnë dhe të arrijnë tek ata që kanë nevojë t'i dëgjojnë.